Shqiptari Albert Stanaj vazhdon të mahnis Chris Brown me aftësitë e tij vokale. Reperi ka postuar një video në të cilën shfaqet Stanaj duke kënduar. Albana Osmani nuk ka pritur shumë dhe menjëherë i ka bërë post videos duke i uruar kështu suksese të mëtejshme. Shumë krenar po na bën ky djalë. Angela Martini është ndër të paktat modele që postojnë foto të papunuara në Instagram, por këtë herë, sikur e prishi pak muhabetin. Kjo foto që po shihni është postuar dje dhe duket qartë që Angela e ka prekur pak foton tek pjesa e belit, duke bërë kështu të gjithë shkronja të lëvizin. Angela, s'na mashtron dot ne. Pak orë ka që është publikuar klipi i ri i Dafinas Eqirit me titull Shumë qef, dhe me sa duket s'ka ngel njeri pa e dëgjuar. Përveç mirave fansave edhe Ledri Vula, Dhurata Dora, Gjiko, Beatrix Ramosaj, Capital T e shumë artistë të tjerë, i dhan suport koleges duke i dedikuar nga një foto nëpër Instagramet e tyre. Dafina nuk po na çudit më me klipet e saj super hot. Por jo vetëm Dafi ka zgjedhur ditën e njëjtë për të hedhur në YouTube këngën e re, edhe Nora Istrefi gjithashtu. Edhe pse në muajin e 5 të shtatzanis, Nora ka ditur ta mbulojë mirë barkun e saj. Ajo ka postuar këtë foto të marrë nga klipi, nën të cilën ka shprehur edhe një herë dashurinë e madhe që ka për fansat. Shumë pak reagime për Norën ama. Besa Kokdhima na la të gjithëve pa fjalë me performancat e saj në Met Secret Concert. Ajo jo vetëm shpalosi të gjitha aftësitë e saj vokale, për të cilat s'kemi qenë ndonjëherë dyshues, por shpalosi dhe stilin e saj në të veshur, me 2 fustane, të cilat e bën të dukej pikërisht diva. Ajo që mund të themi është ushtofshin këngëtaret si Besa.